Serët në kanalin tonë, sot do të përgatisim kabunin, një recetë tradicionale plot aromë. Le të fillojmë. Përbërësit janë gjysmë kile oriz, 250 gram gjalp, 150 gram brushtë të thatë, pak kanellë dhe një gocë sheqer kaf. Në një tenxhere do të djegim 2 lugë sheqer kaf të ndjekur me pak ujë. Pastaj do të shtojmë kanellën. Në xhere të vogël do të hedhim 250 gram gjalp dhe do të presim derisa ajo të skuqet mirë. Në një tenxhere tjetër shkrim gjalpin dhe e kavardisim derisa të lëshojë aromën e tij të plotë. Shtojmë orizin dhe e përzejmë lehtë, që të marrë shijen e gjalpit. Derisa të marrë një ngjyrë të verdhë. E kemi skuqur mirë orizin me gjalpin, do të shtojmë ujin që e kemi përgatitur përpara me sheqer dhe kanellë. Sa orizi është i fort, do t'i hedhim një gotë ujë. Pastaj do t'i lëmë me zjarr të avazht për 20 minuta. Pasi e shihni që orizi është bërë, do t'i shtoni një gotë sheqer të zi sipër. Vendosim letrën për të thithur lagështinë, pastaj vendosim kapakun sipër. Do ta lëmë për gjysmë. Kur e heqim letrën, shikojmë që sheqeri është shkrer plotësisht dhe ja, kabunia është gati. Dhe ja ku e kemi, kabunin ton të shijshme me aromë të këndshme, një ëmbëlsi tradicionale që çdo familje e do. Faleminderit që na ndoqët dhe mos harroni të abonoheni për më shumë receta shqiptare.